Dhe unë mendoj që shumë njerëz kur ndjekin punën tënde gazetareske dhe profilin tënd publik e bëjnë këtë pyetje, ku e gjen këtë forcë që mbas 23 vitesh raportimin në një nga sektorët më të vështirë dhe më të rrezikshëm, siç është ai i kronikës së Zezë dhe i krimit dhe gjykatave në Shqipëri, për të vazhduar përpara dhe për ta bërë këtë profesion me të njëjtin zell siç e ke filluar në 2003-shin. Ka një motiv shumë të fortë. Vajzat e mia, sepse më shumë se gjysmën e karrierës time e kam bërë duke rritur vajzat. Vajza e madhe po shkon 14 dhe normalisht në këto 14 vite unë kam bashkëjetuar edhe me urtë e gjata pa gjumë, edhe me daleronin, edhe me netët e gjata në spital, edhe me momentet e lumtura, edhe me momentet kur një nënë është për tokë për shkak të problematikave, edhe me vonesat, edhe me faktin që kam marrë fëmijën makinë dhe kam shkuar në punë, kam raportuar nga vendi i ngjarjes dhe shpesh kolegët janë detyruar të rrinë me fëmijët e mi. Dhe ka motiv më të fortë për një nënë se sa të përpiqet të lërë një vend të mirë për fëmijët e saj,